Mirëserdhët edhe sot në këtë edicion lajmesh të nderuar shikues. Do ta nisim me një lajm të fundit. Presidenca e Kosovës ka dalë kundër rritjes së tarifave të rrymës. Kësaj presidenca po e kundërshton propozimin për rritjen e çmimit të energjisë elektrike në vend, pasi ky propozim është në kundërshtim me kornizën ligjore që obligon ZRE-n të përkujdeset për mbrojtjen e konsumatorit dhe injoron situatën ekonomike dhe aspektin e mirëqenies në vend. Ashtu si në shqyrtimin e jashtëzakonshëm të vitit 2023, Presidenca ka analizuar raportet konsultative për përshtatjen e të hyrave maksimale të lejuara të operatorëve energjetik dhe tashmë ka dorëzuar komentet e saj te ZRE, shkruhet kështu në njoftim, teksa janë të bashkangjitura edhe komentet e plota të Presidencës së Republikës së Kosovës, të cilat mund t'i shihni në kronikën e përgatitur për edicionin qendror të lajmeve në orën 19:30. Ndërkohë, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, sot ka folur edhe rreth thirrjes së seancës konstituive të Kuvendit të Kosovës, sipas saj gjithçka do të bëhet brenda afatit kohor kushtetues. Pak më parë ka ardhur dhe shkresa zyrtare nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Presidencën e Republikës së Kosovës, ku na njoftojnë me rezultatet e zgjedhjeve të certifikuara, mënyrën se si ndohen ato ulse në Kuvendin e Republikës së Kosovës, siç e dini tani ka një afat prej 30 ditësh, është një afat kushtetues, një afat ligjor, i cili parashihet për thirrjen e seancës konstituive. Për momentin ekipa ime ligjore është duke analizuar se sa mund të ketë nevojë për kohë për përgatitje të kësaj seance, në mënyrë që kur thirret seanca edhe të jetë e suksesshme, pra të jetë i suksesshëm konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Pra gjithçka do të bëhet brenda afatit kushtetues. Për momentin nuk mund t'ju jap një datë, sepse dua të jem saktë, mirë, por shumë shpejt do ta kemi edhe datën. Shumë shpejt. Ndërkohë, kandidati i PDK-s për kryeministër Bedri Hamza ka deklaruar se është i gatshëm që të nisë negociatat për qeverinë e re, por fillimisht tha se do të presim partinë fituese të zgjedhjeve që brenda afateve ta bëjnë këtë. Hamza po ashtu ka theksuar se gjatë fushatës ka qenë kundër vijave të kuqe dhe ato nuk i preferon. Në rast se partia e parë nuk arrin brenda afateve ligjore dhe kushtetuese, unë jam i gatshëm si kandidat për kryeministër nga Partia Demokratike e Kosovës të marrë përgjegjësitë për krijimin e qeverisë. Jam komunikim me partitë opozitare, jam biseda me partitë që kemi qenë në opozitë, që ne ta krijojmë qeverinë dhe t'i dhojmë instruksione vendit. Nuk besoj që Kosova e ka komoditetin që të ketë vakum institucional. Unë gjatë fushatës zgjedhore do të thotë kam qenë kundër vijat kuqe. Edhe këto vijat e kuqe nuk është që i preferoj. Sa i përket bisedave, po jemi në biseda dhe fatbarësisht asnjë barierë në komunikim me asnjë parti politike apo politikan Kosovë të ona ime nuk ekziston. Jam i gatshëm me të gjithë me bisedu. Dhe jemi në biseda edhe me Lidhjen Demokratike të Kosovës, edhe me Aleancën, edhe nismen, edhe subjekte të tjera. Nuk kemi mri deri në atë fazën ku qysh do të me udhë formula e qeverisë, po jemi tu bisedu. Mbi 340 rekrut të rinj janë bashkuar forcës së sigurisë së Kosovës. Ata janë brezi që do të garantojnë paqen dhe sigurinë, ka thënë presidentja e vendit Vjosa Osmani në ceremoninë e certifikimit të rekrutëve të forcës së sigurisë së Kosovës, ndërsa kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se ata janë garanci për mbrojtjen e vendit. Ushtria nuk është thjesht një forcë e armatosur. Ushtria jonë është një betim i përhershëm për atë dheun tonë. Është një përkushtim ndaj sigurisë dhe një garanci për paqen. Sot është një ditë e veçantë për ju dhe për gjithë Republikën e Kosovës. Sot 344 djemë e vajza i bashkohen radhëve të FSK-s, duke u bërë kështu pjesë e një misioni të shenjtë, mbrojtjes së atë dheut të tyre, garantimit të sigurisë dhe mbështetjes së paqes në vendin tonë e përtejti. Të dashur ushtar, ju keni kaluar një rrugtim plot sfida, disiplinë dhe përkushtim. Me këtë certifikim ju nuk mbani vetëm një titull, por mbi të gjitha një përgjegjësi të madhe për të ruajtur vlerat dhe dinjitetin e shtetit tonë. Diplomimi juaj sot është shumë i veçantë për faktin se ndodh
pikërisht në muajin e lavdisë sonë kombëtare. Muaji mars nis me epopejën e UÇK-s dhe përmbyllet me ndërhyrjen e NATO-s në Kosovë. Me 5, 6 dhe 7 mars, qëndresa heroike e familjes Jashari dhe lufta çlirimtare e udhëhequr nga kryekomandante Adem Jashari shënon kthes historike për popullin ton në rrugtimin drejt lirisë. U dëshmua që kulla është më e fortë se regjimi. Dashuria për atë dheun është më e fuqishme se gjenocidi i Serbisë, dhe se liria është më e shtrejtë se jeta. Në nështrimi e dorëzimi nuk ishin opsion, prandaj fitoria ishte rezultati. Po sot, presidentja Vjosa Osmani ka pritur në takim shefën e operacioneve aktuale në selinë e NATO-s, Ariela Vihe, drejtorin në largim dhe drejtorin e ri të ekipit këshillues dhe ndërledhës të NATO-s. Osmani i ndau general Naravajt medaljen presidenciale ushtarake, ndërsa gjatë takimit shprehu mirënjohjen për mbështetjen e palëkundur në zhvillimin dhe avansimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe Ministrisë së Mbrojtjes në përputhje me standardet e NATO-s. Duke u referuar vizitës së fundit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, presidentja Osmani nënvizoi rëndësinë e angazhimit të NATO-s për paqen, stabilitetin dhe sigurinë rajonale e globale dhe vlerësoi lart mesazhin e tij në mbështetje të Kosovës. Nga ana tjetër, presidentja Osmani ka pranuar letrat kredenciale të ambasadorit të ri të Bullgarisë në Kosovë, Hristo Krajevski. Osmani në takim shtroi nevojën për heqjen e menjëhershme të masave të padrejta të BE-s. Në këtë kuadër, presidentja Osmani vlerësoi angazhimin e Bullgarisë për sigurinë rajonale dhe globale, si dhe angazhimin e homologut të saj, presidentit bullgar Rumen Radev, që ta mbështes vazhdimisht Kosovën në këtë drejtim. Eurodeputeti Lukas Mandel ka mbajtur një diskutim me student në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina për integrimin evropian, sfidat dhe perspektivën e Kosovës. Ai u përgjigj pyetjeve të studentëve për rolin e Kosovës në botën demokratike dhe marrëdhëniet të ndërkombëtare. Sipas Mandel, në kohën kur demokracitë po përballen me sfida të reja, është shumë i rëndësishëm thellimi i fjalës së lirë dhe angazhimi i qytetarëve për të ruajtur një shoqëri demokratike. Ambasada britanike në Kosovë ka uruar Kosovën për njohjen nga shteti afrikan i Kenjas. Në postimin e saj, ambasada britanike njofton se vendimi i Kenjas për njohjen e pavarësisë së Kosovës është vazhdim i momentumit për forcim të lidhjeve diplomatike dhe bashkëpunimit në mbar botën. Njohja e Republikës së Kosovës nga Kenja u bë me 26 mars. Ministri në detyri i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla po merr pjesë në takimin e 13 jo formal të ministrave të punëve të brendshme në kuadër të procesit të Bërdos. Pjesëmarrësit do ta kenë mundësinë që për temat që do diskutohen të bashkëbisedojnë edhe me komisionerën për zgjerim Marta Kos dhe komisionerin për punë të brendshme dhe migrim Magnus Brunner, kështu thuhet në njoftimin e ambasadës së Kosovës në Sloveni. Dy asamblestët në Kuvendin Komunal të Prishtinës, Berat Lahu dhe Edmond Azemi, nuk janë më pjesë e grupit të asamblezëve të Lëvizjes Vetëvendosje, duke u pozicionuar si të pavarur. Lëvizja Vetëvendosje në Prishtinë ka njoftuar se dy anëtarët e grupit parlamentar në Kuvendin Komunal të Prishtinës janë përjashtuar nga Lëvizja Vetëvendosje me vendim të Komisionit Disiplinor të Lëvizjes. Në njoftim theksohet se votimi dhe prezenca në seanca në të cilat dëmtohet interesi publik dhe tjetërsimi i vullnetit të qytetarëve për interesa të ngushta janë arsyet e këtij përjashtimi. Një punëtor ka vdekur sot pasi dyshohet se ka rënë nga një ndërtesë ku po kryhen punime në lagjen Vetërnik. Zëdhënësia e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti, ka konfirmuar se rreth orës 11 është marrë informata se një person rreth 50 vjeç ka rënë nga një lartësi derisa ka qenë duke punuar në një objekt dhe ka vdekur si pasojë e lëndimeve. Vdekja e tij është konstatuar nga ekipi mjekëve emergjent, ndërsa policia në koordinim me inspektorët e punës dhe prokurorin ka nisur hetimet e rrethanave që karakterizojnë rastin.
Janë bërë sot 26 vjetë nga masakra e Izbicës. 26 vjetë më parë, policët e paramilitaret serb krye një prej masakrave më të rënda kundër shqiptarëve në Kosovë. Nga 147 të ekzekutuarit, deri më sot, disa prej tyre nuk dihet ende se ku janë varrosur. Për këtë temë, në edicionin qendror të lajmeve, do t'ju sjellim një reportazh të përgatitur nga ekipi ynë që ka qëndruar gjatë gjithë ditës së sotme në Izbicë. Një termet me magnitud 7.7 që ka goditur Myanmarin ka lënë të vdekur 144 persona dhe mbi 700 të lënduar. Lëkundjet janë ndier edhe në Tajland dhe Kinë, duke pasuar me një pasgoditje të fortë me magnitud 6.4 që goditi sërish Myanmarin. Një antar i njërit prej ekipeve të shpëtimit me bazë në Mandalay ka thënë për BBC se dëmi është masiv dhe se numri i vdekjeve është gjithashtu mjaft i lartë. Numri i saktë i viktimave nuk dihet ende, por është të paktën në qindra, kanë thënë pjesëtarë të ekipeve të shpëtimit në Myanmar. Tërmeti shkaktoi gjithashtu shembje në ndërtesave qindra kilometra larg në Tajland, ku autoritetet shpallën një zonë emergjence në kryeqytetin Bangkok. Autoritetet po bëjnë gara për të shpëtuar 10 njerëz që besohet se janë bllokuar në rënoja të një kati të lartë në qytet, ku të paktën një person ka vdekur dhe mbi 70 të tjerë rezultojnë të zhdukur. Tajlanda ka urdhëruar mbylljen e shkollave në mbar vendin derisa autoritetet të vlerësojnë dëmin. Autoritetet tajlandeze u kanë bërë thirrje njerëzve në ndërtesat e larta të evakuohen menjëherë pas shembjes vdekjeprurëse të ndërtesës. Kryqi në anën tjetër ka raportuar se ekipet e tij po përpiqen të përgjigjen dëmeve të konsiderueshme në Myanmar, por po përballen me sfida për shkak të mungesës së energjisë në zonat e prekura. Organizata humanitare thonë se linjat e energjisë elektrike dhe të rrjetit janë ndërprerë në zonat Mandalay dhe Sagaing. Myanmari është një nga vendet më të varfra të Azisë dhe është i zhytur nga një luftë civile shkaktuar nga një grushtet ushtarak i vitit 2021. Infrastruktura e dobët e bën atë të papajisur për të përballur me fatkeqësi të mëdha natyrore. Një pjesë e madhe e vendit drejtohet nga një grup milicish, duke e bërë jashtëzakonisht të vështirë mbledhjen e informacionit të besueshëm. Ushtria gjithashtu ndërpret rregullisht komunikimet në zonat e konfliktit, duke e bërë marrjen e informacioneve në terren shumë të vështirë, raportojnë mediat ndërkombëtare. Kryeministri kanadez ka thënë se ka përfunduar marrëdhënia e vjetër e Kanadas me Shtetet e Bashkuara bazuar në integrimin e thelluar të ekonomive dhe bashkëpunimin e ngushtë të sigurisë dhe asaj ushtarake. Duke folur për gazetarët në Ottawa pasi takimit të kabinetit, kryeministri kanadez Mark Carney tha se kanadezët duhet të riimagjinojnë rrënjësisht ekonominë përballë tarifave të presidentit amerikan Donald Trump. Ai tha se Kanadaja do të përgjigjet me tarifa akmarrëse që do të kenë ndikim maksimal në SBA. Trump njoftoi të mërkurën se do të synonte automjetet e importuara dhe pjesët e automjeteve me një taks prej 25%. Kanadaja duhet të ndërtojë një ekonomi që kanadezët mund ta kontrollojnë, tha Carney, dhe kjo do të përfshinte rimendimin e marrëdhënieve tregtare me partnerët e tjerë. Mbetet për tu parë nëse kanadezët mund të kenë një marrëdhënie të fortë tregtare me Shtetet e Bashkuara në vazhdim, shtoi Carney. Carney ka ndryshuar planet e tij të fushatës përpara zgjedhjeve të përgjithshme të muajit të ardhshëm për të përballur me detyrimet e fundit të importit. Shtetet e Bashkuara tashmë kanë vendosur pjesërisht një tarifë totale prej 25% për mallrat kanadeze, së bashku me një tarifë prej 25% për të gjitha importet e aluminit dhe çelikut. Kanadaja deri më tani është kundërpërgjigjur me rreth $60 miliardë kanadez ose $42 miliardë amerikan tarifa për mallrat amerikane. Të enjtën në mëngjes, Trump paralajmëroi Kanadan dhe BE-n kundër bashkimit të forcave kundër SBA-s në luftën tregtare. Nëse Bashkimi Evropian punon me Kanadan për t'i bërë dëm ekonomik SBA-s, tarifa në shkallë të gjerë shumë më të mëdha se sa është planifikuar aktualisht do të vendosen për të dyja, postoi Trump në platformën e tij Truth Social. Carney gjithashtu tha gjatë konferencës për shtyp se presidenti Trump kishte kontaktuar me të ëmbrëm për të caktuar një telefonat dhe se ajo do të ndodhte ditët në vazhdim. Nëse ndodh kjo do të ishte thirrja e parë mes Trump dhe Carney. Të nderuar shikues, me kaq do ta përmbyllim edicionin e orës 17. Ju ftoj për më shumë informacione ta ndiqni edicionin qendror në 19:30 si zakonisht. Mirupafshim.